Bazuar në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave të publikuara së fundmi, në 3 mujorin e fundit të vitit 2014, respektivisht muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, në teritorin e komunës së Gustivarit ka pasur gjithsej 196 foshnjë të lindura, ndërkohë numri i rasteve të mortalitetit, respektivisht personave të vdekur, ka qenë 150. Për këtë periudhë, shtimi natyror në teritorin e komunës së Gustivarit ka pasur për vetëm 46 persona. Gjithnjë me të paraafërta paraqiten shifrat mes natalitetit dhe mortalitetit në teritorin e komunës së Gustivarit, bazuar në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave të publikuar së fundmi në 3 mujorin e fundit të vitit 2014, respektivisht muaj tetor, nëntor dhe dhjetor, në teritorin e komunës së Gustivarit ka pasur gjithsej 196 foshnjë të lindura, ndërkohë numri i rasteve të mortalitetit, respektivisht personave të vdekur gjatë kësaj periudhe, ka qenë 150. Bazuar në këto statistika, rezulton që në 3 mujorin e fundit të vitit 2014, shtym natyror në teritorin e komunës së Gustivarit ka pasur për vetëm 46 persona. Brenda kësaj periudhe të vitit, për të cilën flasin të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave, është regjistruar edhe një foshnjë e vdekur. Parafrimi i shifrave mes natalitetit dhe mortalitetit në teritorin e komunës së Gustivarit ka ndikuar nga më tepër rrethana, por shkaku kryesor llogaritet zbehja e natalitetit për një periudhë më të gjatë. Kompetentët ndajnë bindje se faktori kryesor që ndikon në uljen e natalitetit ndërlidhen me gjendjen ekonomike, vetëdijesimin dhe emancipimin e popullatës, por edhe migrimi. Këto vlerësime bëhen nga ginekologu Agim Jakupi. Kriza ekonomike e bën veten, tash edhe vetëdijësimi është një nga shkaqet i popullatës, apo thonë më thjesht emancipimi i popullatës, ku rrallë kushi shkon në fëmijë të 3 të 4 për shkaqe ekonomike, dukush edhe për shkaqe të mundësive të edhe ato që kanë mundësitë ekonomike për shkaqe se janë të punësuar, mungesa e të ruajturit fëmijët në foshnjorët apo qerdhet atone, kretë ato luajnë një rol jashtëzakonisht të madh në rrymjen e natalitetit. Kur flasim për mortalitetin dhe sidomos shtimin e rasteve të vdekjes në moshë të re, ndikim të dukshëm ka edhe jeta dinamike e periudhës që po kalojmë, shtimin e sëmundjeve vdekjepruse, siç janë infrakti dhe kanceri, mënyra e të ushqyerit, ajri i ndotur ambiental dhe të tjerë.